Imagjinoni një sistem ku mund të jeni zyrtari më i lartë i shtetit, me imunitet të plot parlamentar, dhe brenda 24 orëve të përfundoni në pranga, jo për një grusht shteti, por për disa pulla poste. Mirë se vini në prapaskenat e errta të vitit 1945. Le të kthehemi pas në kohë, në Shqipërinë e vitit 1945. Lufta sapo ka mbaruar. Vendi është ende në rnoja dhe një regjim i ri po përpiqet të forcojë pushtetin e tij. E pikërisht në këtë atmosferë kaosi dhe rindërtimi, shpërthen një skandal, por jo një skandal i zakonshëm, një skandal që do të trondiste vetë themelet e elitës së re që po krijohej. Dhe gjithçka fillon tamam këtu, më 17 mars të vitit 1945. Ky dokument që shikoni nuk është thjesht një letër, vjen direkt nga Drejtoria e Mbrojtjes së Popullit, që më vonë do të bëhej sigurimi i shtetit, dhe çdo fjalë e tij mban peshën e fshehtësisë absolute. Diçka shumë e madhe, sapo ishte vënë në lëvizje. Dhe këtu gjërat bëhen vërtet interesante. Në shënjestër nuk është një armik i jashtëm, por një prej tyre, një zyrtar i lartë, një njeri që në letër ishte i paprekshëm. Atëherë pyetja shtrohet: për çfarë krimi mund të mobilizohej gjithë aparati shtetëror? Ndoshta po flasim për tradhti të lartë, për spionazh, ndoshta një komplot për të rrëzuar qeverinë? Tensioni ishte i jashtëzakonshëm, por ja ku vjen e pabesueshmja. I gjithë ai mobilizim, gjithë ajo urgjes, nuk kishte të bënte me sekrete shtetërore apo me armë. Jo, bëhet fjalë për diçka në dukje qesharake, thuajse pa rëndësishme, pulla postare. Po, dëgjuat mirë. Një skandal që do të lëkunte majat e pushtetit nisi nga vjedhja e disa pullave. Dhe në qendër të kësaj stuhie të çuditshme ishte ky njeri, Stefanaq Plumbi. Ai nuk ishte një burokrat i çfarëdoshëm, ishte drejtori i përgjithshëm i PTT-s dhe ç'është më e rëndësishmja, antar i Kançit, pra parlamentit asaj kohe. Ai gëzonte imunitetin më të lartë politik që ekzistonte. Teorikisht, ai ishte absolutisht i paprekshëm. Po pse gjithë kjo rrëmuj për disa pulla? Sepse këto nuk ishin pulla të zakonshme, ishin pulla speciale, të emetuara për qëllime të veçanta dhe jashtëzakonisht të kërkuara nga koleksionistët. Në një Shqipëri të varfër, ku parat kishin humbur vlerën, këto copza letre ishin si ari i pastër. Tani, le t'i hedhim një sy shifrave, sepse këtu kuptohet përmasa e vjedhjes. Posta qendrore e Tiranës kishte në dispozicion plot 13.000 seri të këtyre pullave. Ky ishte gjithë stoku. Dhe ajo që ndodhi ishte një grabitje masive. Nga 13.000 seri, plot 8.100 u zhdukën. Siç e shikoni, Stefanaq Plumbi, si truri i operacionit, mori pjesën e luanit, 4.300 seri vetëm për vete. Pas tij vinin bashkëpunëtorët e tij, Mite Noçka dhe Androkli Buçuku. Pra, nuk ishte një vjedhje e vogël, por një operacion i mirëfillt dhe i mirë organizuar. Dhe ky nuk ishte një gabim apo një pakujdesje, ishte një mashtrim i paramenduar. Plumbi me qëllime hoqi nga rregulloria detyrimin për të regjistruar emrat e blerësve. Ai praktikisht krijoi me dashje një vrim të zezë ligjore për të fshehur gjurmët. Dhe motivi, sigurisht, parat. Vetëm nga shitja e një pjese të vogël të pullave, Plumbi arriti të fitonte 16.000 franga shqiptare. Në Shqipërinë e atyre viteve, kjo ishte një shumë marramendse. Këtu, historia merr një kthes drastike dhe na tregon fytyrën e vërtet, efikasitetin e pamëshirshëm të regjimit të ri. Shikojeni pak të kronologji, është e pabesueshme. Gjithçka ndodh brenda një dite të vetme, 17 mars 1945. Në mëngjes, Koçi Xoxhe dorëzon promemorien hetimore. Menjëherë, kërkohet heqja e imunitetit. Po atë ditë, kryesia mblidhet dhe lëshon vendimin numër 44. Brenda vetëm pak orësh, njeriu që supozohej i paprekshëm nuk ishte më i tillë. Ky operacion Rufe nuk ishte vepër e disa zyrtarëve të vegjël,
urdhrat erdhën nga vetë maja e piramidës. Firmat që gjenden në këto dokumente i përkasin njerëzve më të fuqishëm. Ja ku e kemi firmën e parë kyçe. Ajo e Koçi Xhozes, kreu i mbrojtjes së popullit. Firma e tij ishte praktikisht një dënim politik. Dhe për t'ia vënë vulën fatit të plumbit, ja ku janë edhe firmat në vendimin final. Dr. Omer Nishani, kryetari, dhe Koço Tashko, sekretari. Urdhri erdhi nga autoriteti më i lartë i shtetit. Nuk kishte më asnjë rrugdalje. Duke parë shpejtësinë e jashtëzakonshme, lind pyetja: a ishte ky skandal vërtet për disa pulla poste, apo fshihej diçka shumë më e madhe? Duket se rasti i pullave ishte thjesht një justifikim. Ai u përdor si një provë gjenerale, një teatër i inskenuar për të demonstruar fuqinë absolute. Regjimi përdori një krim në dukje të vogël për të dhënë një mesazh teje të madh. Rasti plumbi shërbeu si një mësim i trefisht. Imuniteti ishte thjesht një copë letre pa vlerë që shteti mund ta griste kur të donte. Askush, sado lart në hierarki, nuk ishte i paprekshëm. Mesazhi ishte i qartë: ose jeni 100% besnik, ose do të përballeni me fuqinë e plotë të shtetit. Historia e këtyre pullave na lë me një pyetje thelbësore. A ishte rënja e Stefanaq Plumbit një akt drejtësie për një hajdut, apo një paralajmërim i ftohtë se askush nuk ishte më i sigurt? Ndoshta përgjigjja na tregon më shumë për natyrën e pushtetit, se sa për vetë krimin. Në fund, ky dokument i vitit 1945 na lë me një reflektim të ftohtë mbi peshën e shtetit dhe brishtësinë e ligjit. Kur një sistem ka vullnetin e plotë dhe një drejtim të qartë politik, ne pam se si imuniteti parlamentar, ajo mburoj që supozohet të zgjas me javë e muaj procedurash, mund të shkrihet dhe të asgjësohet brenda vetëm pak orësh. Pyetja që mbetet pezull është: çfarë tregon vërtet ky akt i kryer brenda ditës? A ishte kjo dëshira e sinqertë për të ndëshkuar një abuzim me pasurinë publike, apo ishte thjesht demonstrimi i parë një makinerie që po tregonte se kurdo mund të godas këdo, kudo dhe me një shpejtësi rrufe? Nëse imuniteti i një antari të lartë të Këshillit Antifashist ra për disa pulla poste, a kishte mbetur më dikush vërtet i sigurt në atë Shqipëri të re?